sot këtë konferencë për shtyp e kemi thirrur lidhur me vendimin e qeverisë të Kosovës, lidhur me pakon e inflacionit 2.0 të cilën e ka proklamuar më herët qeveria e Kosovës. Realisht ne mendojmë që sa herë që merr veprime qeveria e Kosovës që të stimulojë punëtorët edhe publik edhe privat, krijon një ndasi jashtë madhe sa që është diçka e paparashikueshme. Përderisa ju dini që qeveria e Kosovës ndau pagën e 13 për punëtorët e sektorit privat të Kosovës dhe punëtorët e sektorit publik të Kosovës, punëtorët e sektorit publik marrin rreth 65 milion euro, përderisa për punëtorët e sektorit privat në bazë një kalkulimi që unë e kam bërë, dikon do t'i kushtoj kjo pako rreth 20 milion euro. Përderisa po e themi ne punëtorët e sektorit publik kanë marrë mesatarisht 750 euro për pagën e 13, ne jemi diskriminuar dhe punëtorët e sektorit privat kanë marrë do të marrin vetëm nga 100 euro për një punëtor. Një farëforme degradimi tjetër është që na kanë bërë, sepse punëtorët e sektorit publik kanë marrë edhe ata që kanë pagë mbi 1.000 euro, kurse tek punëtorët e sektorit privat ky vendim nuk vlen dhe punëtorët e sektorit privat të Kosovës do të marrin vetëm ata që kanë pagën nën 1.000 euro, çka edhe ky e ka atë, po themi, degradimin e vet. Kur flasim për këtë çështje, të themi të drejtën, ne kemi ditë që do të ketë një ndarje, sepse këtë ndarje jo që qeveria mendon që e ka bën nga vullneti, po e ka bën nga përfitimet e saj personale, sepse ju dini që jemi në prag të zgjedhjeve, dhe unë kam menduar që minimumi i asaj që ka me bë, ka me qenë që spaku do të ndahen ka një gjysmë pagë për punëtorët e sektorit privat, po të bie në nivel në këtë çmim, në këtë 100 euro, kjo me të vërtetë është qesharake dhe kjo është, po themi, jo njerëzore për këta punëtorë, kur e dim që ne jemi 3 fish ma shumë, ne 3 fish ma shumë mbushim buxhetin e qeverisë Kosovës dhe ne jemi dëmtuar për 7 fish më shumë se sa punëtorët e sektorit publik. Jemi të bindur që nuk do të arrijnë as shifra 100.000 punëtorë që do të marrin këtë stimulim, po themi, qesharak, sepse ne gjithherë kemi thonë e prapë përsërisim që pjesa dërmuese e punëtorëve të sektorit privat nuk kanë fare kontrata pune, pjesa dërmuese e tyre pronarët e kompanive nuk paguajnë kontribute për këta punëtorë dhe një pjesë bukur e madhe e tyre nuk kanë njohuri se si t'i mbushin këto aplikacione për cilët unë mendoj që edhe këtu është bën një dredhi, një qëllim, sepse përderisa për pensionist nuk ka nevojë të bëhet aplikacioni, pse ka nevojë të bëhet aplikacion për punëtorët e sektorit privat, dhe në çdo formë janë dëmtuar punëtorët e sektorit privat të Kosovës. Normal që ishte edhe një ndarje prej 1 milion euro për tiketa, për ushqim, përderisa ju e dini që ne me dekada kemi kërkuar nga qeveria e Kosovës që me arsye që të ketë një fond për punëtorët të cilët humbin jetën në vend të tyre të punës. Për ta rrumbullaksuar gjithë këtë, ne normal që kemi thonë që edhe nëse 10 cent na i japin, ne do t'i marrim. Një farëforme, na kanë shantazhuar me këtë çmim, na kanë shantazhuar dhe bile unë mendoj që ndoshta shumë më mirë ishte me qenë, sepse reagimet e punëtorëve janë jashtëzakonisht po them të arsyeshme për veprimet e këqija që i ka bo qeveria e Kosovës, por megjithatë jemi këtu që jemi dhe në çdo aspekt të dëmtuar edhe nga shuma, edhe nga numri, paramendojeni ju që sa punëtor i kemi që kompanitë kanë marrëveshje me ATK-n për programimin e borxheve dhe po e përsëris, unë nuk mendoj se shifra prej 100.000 punëtorëve do të arrijë që do të ketë qasje në këtë program dhe kur e rrumbullakson gjithë këtë, 300.000 punëtorë të sektorit privat të Kosovës po marrin 10 milion euro, përderisa tek punëtorët e sektorit publik 85.000 kanë marrë 65 milion euro.